Një ditë pasi ambasada e Turqisë kërkoi nga institucionet e Kosovës që të marrin masa ndaj gazetarit Berat Buzhala për shkak të një shkrimi të tij ironizues në Facebook, ka reaguar sot edhe ministri i punëve të jashtme të Kosovës Enver Hoxhaj. Ai tha Radios Evropa e Lirë se Kosova respekton lirinë e shprehjes dhe e cilësoi shkrimin e gazetarit Berat Buzhala me përmbajtje sarkastike dhe pa qëllime politike. Sipas mendimit tim ka qenë një mbi reagim i ambasadës turke në Prishtinë dhe në pikpamjen time, politika e jashtme e një vendi nuk është asgjë tjetër veç se një zgjatje dhe zgjerimi politikës së brendshme. Sistemi ynë kushtetues, sistemi ynë politik dhe kultura jon politike, si dhe përpjekja jon euroatlantike, flasim për atë që ne e respektojmë lirinë e mendimit, lirinë e shprehjes dhe lirinë e shtypit, dhe në këtë drejtim e kam kuptuar edhe reagimin e zotit Buzhala, i cili ka qenë më shumë me përmbajtje si sarkazm, sesa si një qëllim politik. Ministri Hoxhaj madje ka quajtur reagimin e ambasadës së Turqisë në Prishtinë si të papranueshëm. Padyshim se ky është një mbi reagim nga ana e ambasadës turke në Prishtinë dhe është një notë pazakontë verbale. Raportet tona me Turqinë janë miqësore. Ne jemi mirënjohës Turqisë për mbështetjen e madhe që i ka dhënë shtetit të Kosovës, por nota verbale si e tillë për ne është e papranueshme dhe besoj se ky keq kuptim do të tejkalohet. Rreth kësaj teme sot është prononcuar edhe kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi. Ai tha se nuk ka parë elemente të veprës penale në shkrimin e gazetarit Buzhala. Ne do të marrim të gjitha veprimet në përputhje me legjislacionin vendor dhe nëse e shohim që ka ndonjë element të ndonjë vepre penale, sigurisht që ne do të kyçemi, por sa e kam parë unë, nuk kemi të bëjmë me elemente të veprës penale dhe kjo nuk është çështje e prokurisë së shtetit që të mirret me këto probleme të cilat janë shfaqur në mes të një mediumi, faktikisht një gazetari dhe ambasadës turke në Kosovë. Kërkesa e ambasadës turke për dënimin e gazetarit Berat Buzhala ka ngjallur reagime të shumta në Kosovë, ndërsa Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës ka kërkuar që ambasadori i këtij vendi të largohet nga Kosova.